Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili vazhdimisht dhe pa ndërprerje na begaton me begatitë shumta, dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, takohemi sërish në ligjëratat tona të cilat i mbajmë netëve të ejte apo ditëve të mërkura pas namazit të akşamit. Ligjërata e sodit titullohet Lidhe deven dhe mbështetu në Allahun. Dhe ky titull është nxjerr prej një hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një hadith madhështor, i cili ka pak fjalë, mirë po ngërthen në vete domethënie të mëdha dhe të rëndësishme në lidhje me besimin e muslimanit. Bëhet fjalë për hadithin të cilin e transmeton Tirmidhiu, Taberaniu dhe të tjerë, dhe i cili e arrin gradën e hasenit inshallahu taala. Hasen është hadith pra prej haditheve të pranuara. Në të thuhet se erdh një beduin tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari i Allahut, ata la deven, do me thonë, ky beduin doj këtë bëj pyetje për lidhje me tevekulin, mbështetje në Allahun subhanahu wa taala, sepse i kishte dëgjuar ajetet, hadithet të cilat flasin për atë se muslimani duhet t'i mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Mirë po nuk e kish qartë, se a do me thonë nëse mbështetet ai në Allahun subhanahu wa taala, a do me thonë se duhet ta bëj veprën e cila kërkohet prej tij dhe e cila natyrisht njerëzit e bëjnë, siç është në këtë rast ta lidh devën e vet, apo kjo e kundërshton tevekulin në Allahun subhanahu wa taala, mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Dhe për këtë erdh që ta pyes pejgamberin alayhis salam, i tha: Ja Rasulullah, i tha, ata lidhi devën time apo ta lë kështu të lirë në dorë të Allahut dhe të mbështetem Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Lidhe një herë, lidhe dhe pastaj mbështetu në Allahun e lartësuar. Ky është hadithi pra, dy fjalë, lidhe devën dhe mbështetu në Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka shumë fjalë tham, mirë po ka domethënie të mëdha, sepse ka të bëj me dy gjëra të rëndësishme në akide, dhe të cilat i potencojnë dietarët e ehli sunetit në çështjet e akides pra. Gjëja e parë është në fjalën e Muhamedit alayhis salam, lidhe devën. Dhe kjo ka të bëjë me çështjen e marrjes së sebepeve. Dhe se kjo nuk e kundërshton tevekulin, mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Marrja e sebepeve, bërja e shkaqeve nuk e kundërshton pra mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Kjo është pika e parë. Ndërsa pika e dytë, për të cilën flet ky hadith, është mbështetu në Allahun, at-tawakkul, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Dhe këto dy gjëra, marrja e sebepeve dhe mbështetja në Allahun, shkojnë njëra me tjetrën. Siç do ta përmendim kur do t'i përmendim pra argumentet që flasin për tevekulin apo mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala. Dhe këto dy gjëra duhet kuptuar si duhet. Është shumë më rëndësi pra që muslimani këto dy gjëra, çështjen e marrjes së sebepeve dhe çështjen e tevekulit, ti kuptoj si duhet, nëse dëshirojmë që ta kuptojmë fenë e Allahut subhanahu wa taala si duhet. Kjo është çështje me rëndësi. Ibn Kaimi rahimahullah në njërin prej librave të tij thotë, nuk e shkatruan fenë dhe dunjan, edhe fenë edhe dunjan, vetëm se njerëzit të cilët nuk e kishin si duhet këtë mesele. Pra çështjen e sebepeve dhe mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Thot sepse njerëzit jo fetar, po edhe shumë prej fetarëve ignorant mendonin se shkaqet, sebepet, gjërat e prekshme të kësaj bote, pra sebepet dhe gjërat e ligjeve të kësaj bote, ligjet fizike dhe ndodhitë e kësaj bote, kundërshtohen me besimin në Allahun. Andaj ndoshta juve ju kujtohet për shembull kur keni mësuar në fizik apo ndoshta edhe në lëndë tjera se si e kanë trajtuar këtë çështje.
Kanë thonë më herët, në kohën e gurit më herët, kur do qoftë njerëzit i kanë parë fenomenet natyrore rreth vetes, do të thonë shkaqet dhe rezultatet e tyre. Këto janë shkaqet. Se çështja e sebepeve shkaqeve futet në shumë gjëra, siç do ta sqarojmë. Kanë thonë njerëzit më herët kanë menduar se për shembull vetima dhe shiu vjen prej Allahut, prej Zotit, është një fuqi e mbinatyrshme që e kontrollon këtë. Mirë po tash ne pra kam përparu tash këto më vonë shmit mendojnë se kam përparu edhe kanë qartë këtë mesele. Mirë po thot ne tash e kemi kuptuar se si funksionon çështja e shiut. Rret pra të bohen rrymimet ajo kjo dhe shkaktohet që të bjerë shi. Pozitiv, plus, minus, ajo kjo si e sqarojnë do me thonë. Po ashtu edhe dukuri tjera, tërmetet. Më para kanë menduar se janë prej Allahut, kurse tash e kemi pasë shtresat tektonike lëvizin dhe shkaktojnë e kështu me radhë. Këta ignorant, po edhe ata më herët, nëse kanë menduar se me të vërtet shkaqet dhe krijimtaria e Allahut nuk janë njëra me tjetrën, do të thonë në përshmëri njëra me tjetrën, këta kanë gabuar, edhe këta edhe ata tjerët. Një fetar i ditur i thot po, shiu vjen nëpërmjet shiun e elshon Allahu subhanahu wa taala. Mirë po këtë proces që ti e tregove e ka caktuar po i njëjti Zot. Ti tash pse e ke zbërthyer këtë proces, e ke kuptuar, nuk do me thonë se kjo e mohon krijimtarinë e Allahut, sepse Allahu krijon nëpërmjet shkaqeve dhe sebepeve. Dhe e kundërta, shumë prej njerëzve fetar, prej grupeve debijuara të muslimanëve, po edhe prej feve tjera mendojnë se besimi kundërshtohet prej këtyre gjërave, prej sqarimeve shkencore të dukurive natyrore, po edhe dukurive tjera në këtë botë. Mendojnë se kjo kundërshtohet prej besimit, dhe nëse beson se Zoti e ka bërë këtë, detyrimisht duhet ta mohosh këtë që e thot për shembull një realitet shkencor, edhe kjo është gabim. Andaj këto dy grupet njerëzve kanë shkaktuar që njerëzit kemë paqartësi në lidhje me çështjen e sebepeve dhe mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Andaj është më rëndësi që të kuptohen si duhet, sepse përndryshe kemi mangësi në kuptimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala, po edhe mangësi në kuptimin e filozofisë, nëse mund ta quajmë kushtimisht, filozofisë jetësore, se si duhet të shkojë kjo jetë pra në mënyrë normale dhe ashtu siç e kërkon prej neve Allahu subhanahu wa taala. Andaj pra njerëzit në këtë mesele, në këtë çështjen e sebepeve dhe mbështetjes në Allahun e lartësuar, janë ndarë në dy ekstreme të kundërta, dhe në këto dy ekstreme fatkeqësisht janë shumica e njerëzve, dhe mesi i artë, mesi i sakt, i drejtë, ndërmjet këtyre që janë në ekstremin e djathtë dhe atyre që janë në ekstremin e majtë. Njëri ekstrem janë materialistat ateist, të cilët mendojnë se shkaqet janë çdo gjë, qoftë në jetë, qoftë në natyrë, qoftë kudo qoftë. A plus B e barabart me C. Nëse e bën A-ën, nëse e bën B-ën, patjetër dalet C-ja. Kështu mendojnë ata. Mirë po, këta nuk janë në rregull pra me jetën e tyre, sepse shumë herë ndodh që i marrin krejt sebepet. Krejt sebepet i bëjnë si duhet për të arritur një rezultat të dëshiruar. Mirë po, kur nuk vjen rezultati si kanë deshur ata, atëherë hutohen, dëshpërohen, pikëllohen. Madje ndoshta ndonjëri prej tyre shkon dhe bën vetvrasje. Pse? Sepse është lidhur komplet me shkaqet dhe sebepet. Ndonjëri për shembull i ka bërë krejt sebepet e biznisit. Ka menduar se do të jetë shumë mirë dhe do të bëhet miliarder. Ka investuar miliona. Për shembull, ta zonë në bujqësi. Ka marrë një vend të madh, ka investuar shumë. Mirë po donë Allahu subhanahu wa taala, vjen vërshimi, vjen rufeja, vjen ndonjë fatkeqësi natyrore dhe ja bën hi ketat, ja shkatron domethënë këtë investimin e tij. A i boni këtë sebepet që duhet për të arritur suksesin këtë drejtim, a i boni, i mori. Mirë po deshti Allahu i lartësuar që mos
mos del rezultati sipas sebepive të atij. Del diçka e jashtme e papritur që do t'ja prish planin e tij. Në këtë rast çka bën për shembull ai që është materialist dhe ateist, çka bën këtë rast? Dëshpërohet, pikëllohet, e kap depresionin, ndoshta edhe shkon bën vetvrasje sepse ka humb shumë. Dhe në këtë gjendje ndoshta bien edhe shumë prej besimtarëve që e kanë besimin e dobët. Pse? Sepse çështjen e sebepeve e kanë marrë parasysh, mirë po këtë çështjen tjetër që është mbështetja në Allahun e lartësuar nuk e kanë marrë parasysh. Andaj kanë defekt jo vetëm fenë e tyre, po edhe në jetën e tyre, në lumturinë e tyre, në jetën e kësaj bote, sepse se kanë kuptuar këtë si duhet, këtë mesele, pra këtë çështje. Dhe grupi i dytë që janë në ekstremin tjetër, të kundërt, kana tjetër, pra përballë materialistave ateist, janë grupi i fetarëve ignorant. Fetar ignorant. Qofshin musliman prej grupeve të devijuara, apo qofshin edhe të feve tjera që kanë koncept gabuar në këtë mesele, pra. Ata mendojnë se mbështetja në Allahun, besimi në Allahun, tevekuli në Allahun kundërshtohet prej sebepeve. Dhe nëse i bën sebepet si duhet, komplet dhe në mënyrë ashtu siç e kërkon Allahu subhanahu wa taala, do me thonë se nuk e ke besimin si duhet, nuk e ke tevekulin si duhet. Ashtu mendojnë ata. Andaj edhe e sheh se për fat keq nuk ja japin hakun sebepeve. I lën sebepet mazdore. Dhe pastaj pse kanë ardhur muslimanët në këtë gjendje të keqe? Lese humbën fenë e tyre, po fatkeqësisht edhe sebepet e kësaj bote i lanë pasdore. I lanë pasdore për shkak të ndikimit të keq të disa filozofive prej sufistëve dhe të tjerëve grupeve devijuara, pra në botkuptimin e tyre jetësor. Andaj edhe sheh se edhe çështjet në cilat kanë ata gabim dhe janë gabim dhe për cilat i qorton Allahu subhanahu wa taala, thot caktimi i Allahut, ne jena mbështet në Allahun, mirë po ja, caktimi i Allahut nuk. Saqë prej gjërave që tregohen subhanallahu, kur Amerika e pushtoi Irakun, pra sufit e Irakut, sufit e vendit aty, ishin të buar në rrath të mëdha dhe çka bënin dhikr. Bënin dhikr që Allahu ta mundë Amerikën. Allahu po ju thot në Kur'an, përgatituni, forconi, mos tregoni trima, luftoni, mos ja ktheni shpinën, pra Allahu po i nxit që ata ti marrin sebepet e kësaj bote, këta janë ul, kam kriç edhe bëjnë dhikr. Pse? Prej botkuptimit të gabuar. Ne jena mbështet në Allahu, nuk kri puna. Po ka daleve vëlla, pejgamberi alayhis salam luftën e Hendekut, Hendek bani. Hendek. A ka sebep më të madh midis shëtinës Hendek çeli? I mur sebepet, domethënë, nuk është çështja vetëm mbështeta në Allah, nuk kry puna. Jo, Allah subhanahu wa taala dëshiron prej teje ta japish maksimumin. Atëherë vjen ndihma e Allahut. Apo si jahudit që i kanë thonë Musës alayhis salam, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qaidun." Shko ti me Zotin tënd, do Musa luftoni, ne do të presim këtu. Nuk vjen kështu ndihma e Allahut subhanahu wa taala dhe rezultati i duhur. Andaj pra është esenciale që kjo mesele të kuptohet si duhet, që kjo mesele të kuptohet ashtu si çdon prej neve Allahu subhanahu wa taala dhe ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Dhe kjo mesele do të kuptohet kështu si të gjitha meselet tjera, kur do t'i tubojmë të gjithë argumentet që kanë të bëjmë për këtë çështje dhe do t'i analizojmë në prizmën e sunetit pejgamberit alayhis salam dhe veprës apo metodologjisë të shokëve të tij. Atëherë mund ta kuptojmë këtë mesele si duhet. Përndryshe nëse i marrim një grup të argumenteve e i lëm një grup anash, atëherë nuk do ta kuptojmë si duhet. Dhe kjo është cilësia e bidatxhive në përgjithësi, i marrin një grup të argumenteve, grupën tjetër i lën. Një pjesë argumenteve që i konvenon filozofisë të tyre, i marrin, argumentohen me to, i përmendin shumë, ndërsa pjesën tjetër që nuk përputhet me filozofinë e tyre e lën. Dhe kjo është gabim pra në menhexhin e analizimit të argumenteve fetare. Andaj ajo që kërkohet prej muslimanit të vërtet, prej besimtarit të sinqert është
që ta praktikoj hadithin e pejgamberit alayhis salam ashtu siç duhet, dhe të cilin në vim inshallah taala do ta shpjegojmë pak më detajisht. Pjesa e parë e hadithit thot lidhe deven, pra lidhe deven. Bone shkakun tënd, merri shkaqet, veproj sebepet, sepse Allahu të ka dhënë mend, Allahu të ka dhënë liri, të zgjedhish mes kësaj dhe kësaj. Allahu të ka bë me përgjegjësi. Ti ke përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. Andaj bëne pjesën tënde të punës, bëne atë që kërkon prej teje Allahu i lartësuar. Dhe kjo është një gjë, siç thot Ibn Kaimi, për të cilën dëshmojnë të gjitha librat qiellor dhe gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, të cilët janë dërguar e potencojnë këtë çështje. Dhe ne do t'i përmendim argumentet nga Kur'ani famlart dhe nga hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum." O ju besimtar, jeni vigjilent, jeni të kujdesshëm ndaj armikut tuaj. Jeni të kujdesshëm ndaj armikut tuaj. Jeni vigjilent. Jeni syçel, pra. Allahu subhanahu wa taala po kërkon prej muslimanëve që të jenë syçel, të jenë vigjilent, ta shohin lëvizjen e armikut, të jenë përgatitur, mos të vijë asgjë befas. Në një ajet tjetër Allahu i lartësuar thot: "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl." Përgatituni ju kundër armiqve tuaj, sa të keni mundësi, fuqi pra, dhe kuaj të përgatitur për luftë, dhe mjete lufte, përgatituni ju, po thot Allah subhanahu wa taala, merrni sebepet tuaja me aq sa keni mundësi. Në një ajet tjetër thot: "Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah." Kur të kryhet namazi, përhapuni në tokë dhe kërkojeni riskun dhe mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kur të kryhet namazi, mos u bëni murgjer pra. Tulni kom kryqë dhe të pritni se ndoshta do të zbrez diçka prej qielli. Edhe pse kjo mund të ndodh si muxhize për një pejgamber, apo si një keramet për një njerëz të mirë, mirë po nuk është asli, nuk është esenca. Kjo nuk është esenca. Esenca është se Allahu kërkon prej teje të mundohesh, ta kërkosh riskun, ta kërkosh furnizimin. Andaj transmetohet se Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu e pa një njeri që gjithë ditën rinte në xhami. Dhe kjo i ran sy, një herë, dy herë, tre herë, por rinë në xhami njeri gjithë ditën. Pastaj shkoi dhe pyeti, i tha: "Hey, a ke ti familje, a ke pasardhës, a ke përgjegjësi, a ke nevojë, a ke?" Tha: "Po." "Po pse po rinë gjithë ditën në xhami? Pse s'del ta kërkosh furnizimin, rrezikun e Allahut? Pse s'del të punojsh?" Po tha: "Unë i bëj ibadet kurse vllau jem punon më shumë edhe kujdeset pra edhe për familjen time." Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha, Omeri radiallahu anhu, se gabova, i tha: "Di e tha se vllai jot është më i mirë se ti, po çohu," i tha, "puno edhe ti sa nuk ke hongër ndonjë shkop prej meje, pra. Ju kërcnua se nuk është kështu pra feja Allahut subhanahu wa taala." Disa prej sahabëve i pan disa njerëz ishin zverdh, ishin vysh, ishin bë, domethënë si njerëz smur. Dhe pyetën, "Çka është puna me këta njerëz?" Thanë, "Këta janë shumë devotshëm, as nuk kanë shumë, as nuk pinë, nuk merren me çështjet e kësaj bote, komplet janë të larguar prej kësaj bote, pra." I thanë, "Prej kur po e vdisni fenë Allahut subhanahu wa taala? Nuk është kështu feja Allahut subhanahu wa taala, nuk kërkon murgjeri feja Allahut subhanahu wa taala. Ata që ishin para jush ishin të fuqishëm, tashpër dhe ishin më të devotshëm se ju, dhe punonin dhe luftonin dhe i kryenin obligimet ndaj Allahut. Kështu don Allahu subhanahu wa taala prej muslimanëve të jenë gjithanshëm, përgatiten në çdo aspekt dhe në çdo sferë. Andaj dietarët thonë çdo dituri e dobishme e kësaj bote është farz kifaje për muslimanët. Patjetër ta përvetsojnë një pjesë mjaftueshme e muslimanëve. Momentin kur muslimanët nuk janë gjendje të sigurojnë vetvetes së tyre mjetet e mjaftueshme, ekonomike, industriale, ushqimore, çka do qoftë ajo, kur muslimanët nuk janë gjendje të sigurojnë vetvetes këto gjëra, po edhe armatimin e çdo aspekt jetës, pra, në atë moment të gjithë muslimanët janë mëkatar.
dhe do të japin përgjegjësi për Allahut pse nuk e kanë kryer dhe kompletuar këtë sferë, këtë aspekt të jetës së tyre. Andaj Allahu subhanahu wa taala po thot merrni sebepet në shumë ajete kuranore, po na mëson që ta veprojmë atë që e kena në mundësinë tonë. Po ashtu thot Allahu i lartësuar: kulu washrabu wala tusrifu, hani dhe pini, mirë po mos e teproni. Edhe ky është argument i marrjes së sebepeve. Sepse nëse dëshiron që të adhurosh Allahun subhanahu wa taala, patjetër të hash dhe të pish. Dhe këtë e din çdo njeri i mençur. Nuk ka mundësi pra që të jetosh, të ngelesh gjallë pa ushqyer dhe pa pirë prej lëngjeve, pra pa ushqyer me ushqim dhe pa pirë lëngje. S'ka mundësi njeriu të ngel gjallë të jetoj. Po edhe këto janë sebepe, Allahu i kërkon prej nesh këto gjëra. Tash nëse vjen dikush thotë unë jam mbështet në Allahun, as nuk ka, as nuk pi, as pse po e kam besimin e fuqishëm në Allah, jeta është në dorë të Allahut, tamam, kjo krejt është fjalë me vend, mirë po përdoret pa vend, përdoret gabimisht, sepse Allahu i ka krijuar këtë shkaqe, këtë sebepe dhe në këtë formë ec jeta në këtë tokë. Allahu e ka krijuar këtë, Allahu e kërkon këtë prej nesh. Mirë po mos u mbështet 100% në ato sebepe. Kjo është ajo pra mesi. Ta bësh tënden, mirë po mos u mbështet, sepse ka mundësi ta bësh komplet dhe përsëri mos del rezultati. Për shembull, shkak për të pas fëmijë është që të martohesh, të kesh familje, të kesh grua, të kontaktosh me gruan. Mirë po ka shumë prej njerëzve që këtë shaqe i kanë marrë, mirë po s'kan fëmijë. Kjo pra tregon se duhet t'i marrë shkaqet, mirë po përsëri çështja është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Përsëri mbështet ju Allahut subhanahu wa taala, sepse nëse don Allahu, krejt sebepet i merr, mirë po rezultati nuk del. Kjo pra është ajo që duhet kuptohet. Po ashtu edhe prej haditheve të pejgamberit alayhis salam e kuptojmë të njëjtën gjë. Thot Muhamedi alayhis salam në hadithin të cilin transmeton Ahmedi, Nesaiu, Ibn Majah dhe Tirmidhiu, i cili ka thonë hasan sahih, pejgamberi alayhis salam këtë hadith thot: "Law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Sikur ju të mbështeteshit në Allahun me një mbështetje të vërtetë, do t'ju furnizonte ashtu siç i furnizon zogjt. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Të cilët, dhe kjo është më rëndësi kjo pjesë e hadithit, ashtu siç i furnizon zogjt, të cilët dalin prej folesë së tyre në mëngjes, pra dalin prej aty, e bëjnë atë sebepin e vet, edhe kafshët për ushqim mundohen, pra edhe pse nuk kanë mend, nuk kanë përgjegjësi, Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë këtë instinkt që ta bëjnë sebepin e vet. Thot kështu pra zogjt dalin mëngjes të uritur dhe kthehen në mbrëmje të ngopur, sepse kanë gjetë rrezikun e Allahut subhanahu wa taala. E kanë kërkuar dhe e kanë gjetë. Thot pejgamberi alayhis salam, sikur ju të mbështeteshit në Allahun ashtu siç duhet, ashtu siç kërkon për juve Allahu i lartësuar, do t'ju furnizonte ashtu siç i furnizon zogjet, të cilët dalin mëngjes prej folesë së tyre të uritur dhe kthehen në mbrëmje të ngopur. Pra, ky hadith përsëri po tregon se tevekuli, mbështetja në Allahun, është i ndërlidhur thellë me marrjen e sebepeve. Edhe shembulli të cilin e mor pejgamberi alayhis salam e tregon këtë gjë pra. Në një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam po ashtu e potencon të njëjtën gjë pra, ti mbështetemi Allahut, sepse rreziku është në dorë të Allahut dhe është i caktuar prej Allahut. Mirë, por në të njëjtën kohë ti marrim sebepet aq sa kemi mundësi. Thot pejgamberi alayhis salam: "Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Asnjë shpirt nuk do të vdes derisa ta plotësojë riskun e saj, derisa ta marrë edhe pikën e fundit të ujit prej riskut që është caktuar për të. Fattakullaha wa ajmilu fi talab. Andaj keni frikë Allahun dhe kërkojeni me halal riskun, sepse risku do t'ju vjerë. Mirë po, a tha rrini, mbështetjuni Allahun edhe rrini? Jo. Kërkojeni, mirë po me halal. Kërkojeni
Mirë po, ashtu siç ju ka lejuar Allahu subhanahu wa taala, jo me haram. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Merreni atë që është halal dhe lejeni atë që është haram. Kështu pra na mëson edhe pejgamberi alayhi salam se tevekuli, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala për rëndësinë e të cilit do të flasim vim, është i plot vetëm atëherë kur i merr sebepet të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar për këtë gjë. Transmetohet nga Ibn Abasi, i cili thot: "Kana ahlul Yemen yahujjun wa la yatazawwadun." Thot Ibn Abasi, banorët e Jemenit e kishin zakon që të bëjnë haxh pa u përgatit. Mendoni se kjo është më mirë dhe e quanin veten e tyre wa yakulun nahnu mutawakkilun, dhe quanin veten e tyre, ne jemi ata që i mbështeten Allahut ashtu siç duhet. Ne jemi ata të cilët kanë tevekul tamam si duhet. Ibn Abasi po tregon për disa njerëz pra nga Jemeni. Fa yahujjun, atëherë thot vishin haxh, mirë po s'jam përgatit. Fa yatun Mekke fa yasalun an-nas, kur vishin Mekke kërkonin prej njerëzve. Pra këta që u mbështetnin shumë fort në Allahun subhanahu wa taala, s'ishin përgatit kur vinin Mekke, s'kan përgatitje, s'kan ushqim, s'kan marrë me veti gjërat e nevojshme, andaj u detyronin që të kërkojnë prej njerëzve. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala e zbriti këtë ajet: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Ju përgatituni kur të niseni për haxh, pra përgatitni, merrni ato gjërat e nevojshme, mirë po dijeni se përgatitja më e rëndësishme që e keni ju është devotshmëria. Pra mos u bazoni krejt në këto gjëra, ta leni devotshmërinë, e as mos mendoni se devotshmëria është që ti lësh përgatitjet. Dhe këto shembuj në fund janë shumica për çështjen e riskut. Mirë po, çështja e marrjes së shkaqeve, sebepeve për të arritur te rezultati i duhur me mbështetje në Allahun subhanahu wa taala, kjo çështje është në çdo aspekt të jetës. A dëshirojmë që të bëhemi ummet i fortë, që të na kthehet krenaria e mëparshme, do t'i marrim këto sebepe. Ai prej njerëzve që dëshiron të ketë pasardhës fëmijë, do të martohet, t'i bëj sebepet. Tër jetën mund ta lut Allahun subhanahu wa taala, ja Rab, më jep fëmijë, mirë po nëse nuk martohet dhe nuk ka kontakt me një grua, atëherë nuk do të ketë fëmijë. Se kështu e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pra çdo aspekt i jetës duhet që të ndërlidhet së bashku me tevekulin, duke mos e mohuar tevekulin me marrjen e sebepeve. Sepse subhanallahu, shikoni pra për shembull kur ka qenë pejgamberi alayhis salam në Mekë, nuk ka luftuar me mushrikët, edhe pse sulmoheshin vazhdimisht sulmoheshin, vazhdimisht nënçmoheshin, vazhdimisht njëri u vritte, njëri u plagoste, njëri u mundonte, tjetri maltretohej, tjetri u përzinte prej familjes, tjetri bojkotoheshin komplet. Mirë po nuk urdhoi pejgamberi alayhis salam që të luftohej, sepse sebepet nuk ishin në nivelin e duhur. Numri pak, përgatitjet pak, gjitha gjërat nuk ishin si duhet. Pejgamberi alayhis salam ju thotë bëni sabër. Po ashtu edhe në ditën e para kiametit, kur do të zbresë Isa alayhis salam së bashku me muslimanët, nuk do t'i luftojë Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. Nuk do t'i luftojë Isa alayhis salam, sepse është ushtri që s'mund ta mundë askush. Janë shumë numër, janë shumë të fuqishëm, janë. Atëherë sebepi i vetëm që do t'i ngel Isaut alayhis salam dhe muslimanëve është duaja, sepse nuk kanë sebepe tjera pra në dispozicion para vetes. E kjo tregon se sebepet janë të ndërlidhura edhe me vendimet fetare, me gjykimet fetare. Nuk është pra çështja pa hikmet, pa urtësi, pa domethënie, po çështja është e ndërlidhur, ashtu ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Ashtu e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala që të ndërlidhen
të ndërlidhjen gjërat në këtë botë. Andaj, ai që i lexon jetën e pejgamberit alayhis salam do ta shef se pejgamberi alayhis salam është shembull në këtë drejtim. Shembull në këtë drejtim. Ky ka një shembull që e përmendëm, pra çështja e luftës në Mekë, pse s'ka bë luftë. Shembulli tjetër është gjatë hijretit, për shembull. Pejgamberi alayhis salam kur bëri hijret, i mor të gjitha sebepet e mundshme që i kishte pra në dispozicion dhe para vetes. E mor një njeri që do t'ja tregoj rrugën. Doli fshehur azi. Nuk shkoi me njëherë në drejtim të Medinës, sepse dinte se ata andej do t'i kërkojnë. Po shkoi njëherë në drejtim të Jemenit dhe qëndroi 2-3 ditë në shpellë pra në drejtim të Jemenit. Pastaj kur u bën rrethonat e volitshme u nis për në Medinë. Dhe po ashtu nuk shkoi ka rruga e njohur, ka rruga në të cilën shkonin të gjithë njerëzit. Po shkoi ka një rrugë tjetër më pak e njohur pra. Po ashtu gjatë luftrave, e përmendëm më herët pra luftën e Hendekut, ku pejgamberi alayhis salam e ka bërë një hendek në luftën e Uhudit. Përmendet se pejgamberi alayhis salam i ka marrë 2 mburoja pra. I ka veshur 2 mburoja, 2 prazmore, jo një, po 2 i ka veshur. Po ashtu në luftë ka shku me armë, i kanë marrë gjitha armët që i kanë pas në dispozicion. Kur ka ardhur në Medinë, ju ka thonë ensarve, ku e keni ju tregun? Ku është tregu juaj? I kanë thonë, ja Rasulullah, tregu është e jehudit. Pra, ekonominë e Medinës në atë kohë kanë kontrolluar jehudit. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë, duhet ju të keni treg të veçantë, duhet ta keni tregun tuaj, të pavarësoheni ekonomikisht prej tyre. Sepse nëse je ekonomikisht i varur prej tij, do të thonë nuk e ke lirinë tënde komplet. Dhe kështu i mësoi pejgamberi alayhis salam. Kështu i mësoi pra shokët e tij me fjalët e tij, po edhe me praktikën e tij. Krahasoj gjithë këto pra me gjendjen e disa muslimanëve të cilët nuk e kanë kuptuar këtë çështje ashtu si duhet. Andaj shumë prej tyre nga ignoranca, pse muslimanët janë këtë gjendje, pse gjendja e muslimanëve nuk është si më herët, pse nuk janë të fuqishëm, pse. Allahu subhanahu wa taala ju përgjigjet tyre duke thënë kul huwa min indi anfusikum. Thuaj ju jeni shkaktar të kësaj. Ju jeni shkaktar të kësaj. Mos u habitni. Pse ju se keni marrë sebepet e duhura? Pse ju nuk mundoheni? Pse ju ku jeni ju pra? Sa prej jush e falin namazin? Merre një statistik, sa prej muslimanëve e falin namazin? Sa përqindje pra? Sa prej muslimanëve në xhirim pak më shumë, elhamdulillah, mirë po përsëri edhe në xhirim shumë prej muslimanëve nuk praktikojnë. Kjo sa i përket aspektit fetar. Shikoj aspektin e kësaj bote. Pra, a janë muslimanët të parët në sferat e kësaj bote? Nuk janë. Andaj mos u habitni pse gjendja është e tillë. Kjo pra sa i përket pjesës të parë të hadithit e që ishte lidhje deven. Në pjesën e dytë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: mbështetu në Allahun. Pra, pasi ti kesh marrë sebepet e lejuara dhe të kërkuara prej teje, mos u mbështet tek ato. Mos u mbështet tek sebepet. I ke bë këtë sebepet, mos u mbështet tek sebepet. Po mbështet ju Allahut subhanahu wa taala, sepse çdo gjë është në dorën e tij. Çdo gjë ndodh sipas caktimit, lejes dhe dëshirës së tij. Andaj mbështetu në Allahun subhanahu wa taala. Sepse ka mundësi që ti veprosh sebepet, mirë po rezultati mos të jetë ashtu siç ti dëshiron, sepse nuk ka deshur Allahu subhanahu wa taala. Zjarri nuk e dogji Ibrahimin alayhis salam. Armiqtë e tij morën të gjithë sebepet për ta shkatruar Ibrahimin, e dhatë në mënyrën më të rëndë për ta djegë me zjarr, mirë po Allahu i tha: kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tham, o zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin alayhis salam. Thon dietarët ti kish thon Allah bëhu i ftohtë do të bëhej akull dhe do të ngrinte edhe Ibrahimi alayhis salam. Andaj ka thon bëhu i ftohtë dhe shpëtim. Pra mos jetë shumë i ftohtë, po shpëtim për Ibrahimin alayhis salam, të jetë mesatar.
Po ashtu thika nuk e preu Ismailin a.s. Deshti Allahu që thika mos ta prej Ismailin a.s. Sepse nuk ishte qëllimi, dëshira Allahu që ajta ta mbyti Ismailin a.s. Po ta sprovoj Ibrahimin dhe të na tregoj neve besimin e fuqishëm dhe vendoshmërinë që e kishte ky pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj pra, pasi që ti kesh bërë shkaqet, mbështetu në Allahun subhanahu wa taala ashtu siç na urdhron ai në Kur'anin famlart. Allahu subhanahu wa taala thot në surën Maide, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dhe Allahu të mbështet juni nëse jeni besimtar. Është interesant se ky ajet ka ardhur në kontekstin e ajeteve që tregojnë për historinë e Musaut a.s. me Benu Israilet, gjithsesi kur është dashur të futen në Jerusalem. Pasi që shpëtuan prej faraonit, Allah subhanahu wa taala i urdhron që të shkojnë në Jerusalem, sepse ata ishin besimtarët e asaj kohe. Kurse populli i Jerusalemit ishte mushrik në atë kohë. Dhe toka e bekuar e Jerusalemit dhe Mekja Medina ju takon besimtarve, pasuesve të pejgamberëve. Andaj ne themi se jahudit e sodit nuk kanë drejt në atë tokë. Pse? Sepse nuk janë pasues të pejgamberëve. Në kohën e Musait kanë pas drejt. Pse? Sepse kanë qenë pasues të Musait. Sot janë bërë mushrik, qafir, kufar, nuk kanë drejt. Kjo është tokë e Allahut. Nuk është me gjak, nuk është me trashëgimi, është me besim, me tauhid. Në atë kohë pra kishin drejt. Pasuesit e Musaut a.s. ishte drejta e tyre, ky vend i bekuar ju takon të atyre. Andaj Allahu subhanahu wa taala e tregon se si ndodhi kjo. Musa a.s. ju tha, ja qaum, udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. O popull, hini në tokën e bekuar cilën Allahu e ka caktuar për ju. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dhe mos u ktheni prap e të bëheni prej të dështuarve, prej të humburve. Qalu ya Musa, than o Musa, inna fiha qauman jabbarin. Aty ka një popull shumë i rrezikshëm. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dhe ne nuk do të him aty derisa dalin ata prej aty. Pra dëshironin ta kenë hazër vendin. Ata dalin dhe t'ju thonë, bujrum, mirë se erdhët. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Nëse ata dalin, pra po e kushtojnë Musain a.s. Po i thonë, jo, le dalin ata njerë se ne frigemi prej tyre, pra ishin frigacak. Nëse ata dalin atëherë ne do të him. Mirë po dy veta prej besimtarve të sinqert, me besim më të fuqishëm, ju thanë, Kale rajulani min alladhina yakhafun an'ama Allahu alayhima. Dy prej njerëzve të cilët i kishin frikë Allahut, ju than, udkhulu alayhimul bab. Hyni në këtë vend nga dera, fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Sepse nëse hyni, pra me një fjalë nëse ju e bëni sebepin tuaj, atëherë do t'ju vinë ndihma Allahut. Ju do t'jeni fitimtar, sepse Allahu po ja premton këtë vend. Mirë po Allahu nuk ja u jep kështu vendin, edhe pse ja premtoi atyre, edhe pse ishin besimtar. Prej tyre po kërkohet që ta bëjnë pra pjesën e tyre të shkaqeve, të hyjnë atje, të shkojnë atje. Pastaj ju than këta dy njerëz, i than pra popullit vet, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pra shikojeni, analizojeni fjalën e këtyre dy besimtarve. Ju than, udkhulu alayhimul bab, hini, bëjeni punën tuaj, pastaj wa ala Allahi fatawakkalu, dhe mbështetjuni në Allahun nëse jeni besimtar. Që do me thonë se këto dy gjëra janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Marrja e sebepeve dhe mbështetja në Allahun subhanahu wa taala janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Mirë po ata ishin një popull frikacak dhe me besim të dobët dhe jo respektues ndaj Musait a.s. Allahu gjitha të mrekulli ja u dha, ja u dajti detin, kaluan, i shpëtoi prej faraonit, u dha gjitha të mira, përsëri pra nuk u bindën dhe ishin popull fasikun. Mirë po edhe këto fjalë tyre dy njerëzve nuk i bindën. Than kalu, ja Musa,
tash ma të vendosët. Thanë, o Musa, inna lën nadkhulaha abadan ma damu fiha. Ne nuk do të him aty asnjëherë përderisa ata janë në atë vend. Pastaj i tha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Shko ti edhe Zoti jot, luftoni me atë popull, kur ta kryeni punën ne do të vim. Atëherë Musa alayhis salam i tha, o Zot, unë s'kam çka të bëj prej popullit, do të thon prej popullit fasik. Andaj ne e zgjedhjen tonë. Edhe çka ndodhja, a shku në atë vend, a realizun këtë gjë? Jo. Allahu subhanahu wa taala i dënoi dhe tha fe innaha muharramatun alehim. Ata e kanë haram këtë vend 40 sene. 40 vjet yatihuna fil ard, 40 vjet do të jenë të humbur nëpër tokë. Pse? Pse nuk i morën sebepet? Nuk e bën atë që kërkohej prej tyre pra. Dhe kështu kuptohet kjo pjesa e ajetit wa alallahi fatawakkelu. Allahut mbështetjuni nëse jeni besimtar. Shikoje kontekstin se si ka ardhur. Lexo ajetet para, lexo ajetet mbas, do ta shohësh se është ndërlidhur pra me marrjen e shkaqeve. Mirë po, nga ana tjetër shikoje luftën e Hunenit. Wa yawma Huneinin idha ajabatkum kathratukum. Dhe ditën e Hunenit kur ju u habitët me numrin e madh tuaj, besimtarët në ditën e Hunenit ishin 12.000 njerëz. Shumë. Dhe thot Allahu, thot u habitët, u mahnitët me numrin e madh tuaj, andaj thot s'ka shanca. Sot nuk ka mundësi që ne të fitojmë dhe harun ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Çka ndodhi? Në fillim të luftës dështuan. Pra, edhe për këtë pra, mesi është që të dyja ti kesh. Ta marrish sebepin mirë, po prap mos haro në dorë të Allahut. Mbështetju Allahut dhe ke parasysh se rezultati është prej Allahut. Andaj përsëri zemrën lidhe me Allahun subhanahu wa taala. Në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut", dhe ti mbështetu në të gjallin i cili nuk vdes asnjëherë. Në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala e ndërlidh besimin në të, mbështetjen në të me besimin në emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Mbështetu në Allahun sepse Allahu është i gjalli i cili nuk vdes kur. Krijesa tjera vdesin, mos u mbështet tek ata, sepse sot është, nesër nuk është, nuk i dihet puna e tij. Mos u mbështet tek ai, po mbështetu në Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa tawakkal 'ala al-'azizi ar-rahim", mbështetu në krenarin, të fuqishmin dhe mëshiruesin, alladhi yaraka hina takum, ai i cili të sheh kur ti ngritesh për në namaz, wa taqallubaka fi as-sajidin, dhe të sheh kur ti bën sejdë me ata që bëjnë sejdë, innahu huwa as-sami'u al-alim, sepse ai është që i dëgjon të gjitha dhe i din të gjitha. Në këtë, pra, shikojeni, analizojeni këtë ajet. Këtu Allahu subhanahu wa taala e ndërlidh tevekulin me faljen e namazit, që është pra si një sinjalizim se mbështetja në Allahun për çështjet e ahiretit, po edhe për çështjet e kësaj bote, ndërlidhet me veprat tuaja, me praktikimin e fesë tënde, po edhe me sebepet e kësaj bote. Andaj kur i tha njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, kur i tha pejgamberit alayhis salam, i tha: "Ja Rasulullah", pejgamberi alayhis salam i tha: "Kërko diçka prej meje", sepse e kryu një kërkesë pejgamberit alayhis salam, një vepër, një shërbim, dhe pejgamberi alayhis salam deshti t'ja kompenzoj, t'ja kthej të mirën me të mirë. I tha: "Kërko diçka prej meje". I tha: "Ja Rasulullah, dëshiroj që të jem me ty në xhenet". Atëherë çka i tha pejgamberi alayhis salam? "E inni bi kathrati sujud", më ndihmo me sejdë të shumta. Fal pra shumë namaz nafile, më ndihmo. Tamam, dëshiron të jesh me mua në xhenet, mirë po bëni sebepet. Më ndihmo me sejdë të shumta. Pra, ndash për çështjet kësaj bote, ndash për të ahiretit, tevekuli i vërtet, mbështetja e vërtet në Allahun subhanahu wa taala është ndërlidhur me marrjen e sebepeve. Madje Allahu subhanahu wa taala
kërkon që të miren sebepet edhe cilat në shikim të parë pra nuk janë shumë të mëdhaja. Për shembull, kur Musa a.s. me popullin e tij ishin para detit, çka i tha Allahu subhanahu wa taala? Allahu i lartësuar kishte mundësi që ta daj detin pa asnjë vepër të Musait a.s. Mirë po jo, deshti ta tregoj se marrja e sebepeve është më rëndësi. I tha, mshoj, i tha, me shkopin tënd mshoj detit. Bëne atë mundin tënd, sa të kesh mundësi, sa do i vogël që tjetë, bëne, çojë në vend tëndën. Atëherë Musa a.s. i ra detit me shkop dhe atëherë u qa deti. Po ashtu edhe në rastin e Mërjemës, kur e rokën pra dhimbjet e lindjes dhe u mbështet të një dru i hurmës, çka i tha? Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet Xhibrilit a.s. i tha shkunde drurin e hurmës. Nuk ka mundësi, ai që e ka pa se si është druri i hurmës, e din se nuk ka mundësi që me shkundje të bien hurmat. Mirë po kjo është si një sinjalizim prej Allahut subhanahu wa taala se ti bëne sebepin tënd. Andaj Mërjema pak e preki dhe ato ranë. Mirë po e bëni atë veten. Dhe kjo e tregon pra rëndësin që e ka marrja e sebepeve në mbështetje në Allahun subhanahu wa taala. Dhe padyshim se mbështetja në Allahun subhanahu wa taala është prej ibadeteve më të mëdha. Disa nga gjeneratat e para të muslimanëve, nga selefi kanë thënë, të mjafton si afërsi ndaj Allahut, si tawassul ndaj Allahut, pra të afrohesh me një vepër tek Allahu në mënyrë që ai të ta pranojë duan dhe të ti çojë në vend dëshirat tuaja, të mjafton pra nëse ai ta shoh në zemrën tënde se ti mbështetesh atij sinqerisht. Nëse zemra jote është e mbështetur sinqerisht në Allahun subhanahu wa taala, atëherë kjo të mjafton që Allahu subhanahu wa taala të ndihmoj. Andaj Sejid ibn Xhubeiri rahimahullah thot, tevekuli është përmbledhësi i imanit. Tevekuli pra e përmbledh, e përfshin krejt imanin. Ndërsa Vehb ibn Munabbihi ka thënë, qëllimi më i lartë është tevekuli. Qëllimi më i lartë në të cilin mund të arrijë besimtari meselen e tevekulit, mbështetjes në Allahun, ta kuptoj si duhet. Ndërsa disa të tjerë nga selefi kanë thënë, mbështetju Allahut do të vijë risku pa shumë mund dhe pa shumë telashe. Mbështetju në Allahut pastaj do ta shohësh se do të lehtësohen gjërat. Me pak sebepe, me ti vetëm jepu në drejtim, Allahu subhanahu wa taala pra do të ndihmoj.